Deputetja Zegine Çaushi ka reaguar pas lajmeve të publikuara ku është pretenduar se ajo ka punuar si rojtare në kompaninë Ilirian Guard. Çaushi ka publikuar dokumente zyrtare ku ka nënvizuar qartë se pozicioni i saj ka qenë juriste, duke kundërshtuar në këtë mënyrë informacionin e bërë publik më së fundmi. Ajo sqaron më tej qytetarët e qarkut Fier, ata të cilët e zgjodhen me vot në zgjedhjet e 11 majit, se përgjatë viteve ka mbajtur disa pozicione, përfshirë specialiste e emergjencave civile, kryeinspektore e IVMT, si dhe juriste pranë dy shoqërive, mes tyre edhe Ilirian Guard, ku ka punuar nga 16 maj 2024 deri në 25 mars 2025. Gjithashtu, ajo bën të ditur se të ardhurat e saj janë të gjitha të deklaruara zyrtarisht, me transaksionet bankare, të shoqëruara me dokumentacionin përkatës pranë institucioneve përkatëse, ndërsa përsa i përket largimit tij nga puna në Ilirian Guard, sqaroi se shkëputja ka ndodhur në datën 25 mars 2025, ndryshe nga sa është paraqitur në media, shkruan deputetja duke nënvizuar se transparenca do të mbetet parimi i saj kryesor dhe se do të vazhdojë të përgjigjet çdo keq informimi që cënon integritetin e saj profesional.